na dëgjon. Mirëmëngjes, ju dëgjoj, faleminderit për ftesën, përshëndetje. Përshëndetje edhe ju, si e kemi New Yorku, nëse vi që kemi momentalisht në New York. New Yorku është një mrekulli, mua më pëlqen jashtëmase shumë, jam bërë këtu gati, kam ardhur në vitin 97, dhe është viti 2026. Po, gati 20 vjet, a? Po i vjen. Gati 30 vjet. 30, kërkoj falje, 30. S'ka problem, 10 vjeçar kalon, së shumë. Do më thënë, jam bërë shumë vite, mua më pëlqen ritmi i jetës, është shumë i shpejtë. E di që shumë shqiptarë kanë ardhur në New York e kanë provuar. Për atë që bëj unë, do më thënë, për veglën, është vendi më i mirë. Kam përshtypje në Amerikë për të qenë, pse? Ka orkestra, është Broadway, ka shumë interes për artë dhe muzikën. Po, për ndryshe, Endela, po i bie që ju ma shumë keni jetë në New York se sa në Shqipëri. Por e ndjej veten shumë shqiptare, do më thënë, më pëlqen Shqipëria, kam njerëz, kam familjen, vi pothuajse çdo vit, shumë rrallë, vetëm kur ishte Covid që nuk kam ardhur, e adhuroj Shqipërinë në çdo aspekt. A e dini edhe cila është e bukura, sepse për këto 30 vjet keni pas mundësi pak ta devijoni gjuhën, domethënë me pas ndikim gjuha angleze, por që fare nuk po vrehet, edhe kjo është nga shumë e bukur për anës tuaj. Shpresoj, në fakt sot isha pak nervoz në mëngjes, tash sikur mos të vinë disa fjalë dhe të filloj të flas anglisht, sepse kur flas shqip, dua të flas vetëm shqip. Më pëlqen ajo gjë. E bukur është që e kuptojmë gjuhën angleze, kështu që nuk prish punë, jemi adaptuar me ato fjalë që hyjnë kështu gjatë bisedave që i kemi, kështu që nuk prish punë as pak. Po, derisa të kemi në New York atje, edhe ke bë shkollimin faktikisht, gjithë shkollimin atje, pse vendose, çka ndodhë që shërë deri tek ajo që të shkollohesh për violë, edhe normalisht ke bërë master e kështu me radhë. Më falë, ma thua edhe njërë pyetën, u shkëput pak zëri. Si vendose që të shkollohesh pikërisht në këtë drejtim? Unë në fakt e kam filluar veglën që kur kam qenë e vogël, në moshën 6 vjeç, kam bërë shkollën në Shqipëri, kam bërë shkollën 8 vjeçare te Kongresi i Përmetit, pastaj shkova në liceet e artet, bëra 4 vjet dhe bëra edhe 1 vit e gjysmë te Instituti i Lartë i Arteve dhe më doli llotaria amerikane, kjo është arsyeja pse erdha në New York. Dhe vitin e parë që erdha atje, erdha vonë, kështu që kishim mbaruar që bëheshin, prita 1 vit dhe vitin tjetër konkurova në Juilliard, konkurova edhe në shkolla të tjera, edhe fitova në 3 shkolla të ndryshme, po Juilliard ishte, si thuash, piksynimi im kryesor. Shkolla është një shkollë e vogël, gati 600 student, edhe ka pedagog jashtëzakonisht shumë të mirë. Unë e ndjej vetëm shumë e fat që punova me profesorin tim, quhej Eugene Becker. Ishte një muzikant shumë i mirë, ka luajtur në për orkestra të mëdha në New York Philharmonic e të tjera, po edhe si një njeri shumë i mrekullueshëm. Dhe kalova atje gati 7 vjet në atë shkollë, bëra 4 vjet undergrad, në fakt 5 vjet undergrad edhe 2 vjet masters. Po, për këto 7 vjet shkollimi, a keni hasë në ndonjë shqiptar tjetër? Apo shqiptare normalisht që ka qenë aty duke u shkollu? Po, kam pasur disa shqiptarë të tjerë, ka qenë një djalë Rubin Kodeli, a ishte atje përpara me për violonçel. Tjetër Gert Kumi, që erdhi 1 vit mbas meja, ishte për violin. Më thënë, kemi qenë nga 4 a 5 shqiptarë dhe më vonë filluan të vinin dhe të tjerë. Do më thënë, për sa i vogël që jemi si vend, kemi pasur goxha kontribut në Juilliard, në shkollë. Edhe nëse flasim statistikisht, nëse shkolla i ka pas 600 student, po i bie që ka qenë një numër i madh i shqiptarëve në krahasim me sa jemi si popull me popujt e tjerë, sidomos me Amerikën atje. Është e vërtetë. Pastaj ju normalisht që vazhduat edhe master edhe sot jeni edhe ligjeruese në një shkollë, unë se kuptova bashkë mirë, po studentët ishin të gjithë meshkuj, a është e vërtetë? Në Shqipërinë nuk i kemi këto lloj shkollash, po këtu në Amerikë kanë goxha, sidomos në New York, që kanë shkolla që janë vetëm për vajza dhe janë vetëm për djem. Unë kam mësim në të dyja. Kjo shkollë që janë tash quhet Collegiate School, edhe është vetëm djem, është mosha deri në 18 vjeç. Domethënë fillojnë
siç e themi ne, që në Kopësht, edhe vazhdojnë të shkollën e mesme. Është shkollë e vogël, është shkollë private, quhet collegiate school, siç e thash, shumë e vështirë për të futur, sepse standardet akademike kanë shumë të lartë. Nxënësit që mbarojnë këtu nuk parashkojnë për muzikë, domethënë këtu ka klasa për muzikë që japim ne, po domethënë fokusi kryesor është për lëndët akademike. Edhe shumica 80% se thua shkojnë në për këto shkollat Harvard, Stanford, Yale, Princeton, e të tjera, por departamenti i muzikës është shumë i fortë dhe nxënësit kanë shumë dëshirë për të luajtur. Ne ofrojmë muzikë, private lessons, gjithashtu edhe orkestër. Jemi gati 8 veta në këtë departament që japim mësim këtu. Atëherë, kisha dash ta di nëse është e mundshme ta kemi si informatë, sepse flitet për shkollat në Amerikë që janë shumë të shtrenjta. Duke ditë që ditët e sotme kemi shumë, si nga Kosova, si nga Shqipëria, kudo që ka shqiptarë që shkojnë për studime në Amerikë, por afërsisht sa duhet për vit paguhet shkollimi në shkollën që ju ligjerani aty për shembull? Në këtë shkollë që unë jam, është shumë e shtrenjtë, për momentin është $68,000 në vit. Viti, që i bie diku gjysmë milioni duhet shpenzohet për me përfundu për afërsisht, a? Yes. Por ka dhe shkollat të tjera që janë pak më të lira, si të thuash, por çfarë janë shkolla private janë goxha të shtrenjta. Por megjithatë këta kanë dhe programe që nëse nxënësit janë shumë mirë me mësime, marrin 3, 4, 5 nxënës çdo vit nga shkollat të tjera, dhe u japin, si të thuash, ndihmë. Bursa, po. Është ai opsion, po shumica e nxënësve, si të thuash, 99% e nxënësve që janë në këtë shkollë ku japim mësim, ata të gjithë paguajnë, vinë nga familje të pasura, është tjetër standard, si thuash. Edhe Xhuljar që shkova unë shkollë shumë e shtrenjtë, po me shumë shans, sepse e panë që nuk e kisha mundësim financiare nga Shqipëria, edhe pata burs të plot për gati 7 vjetë. Që pas ka shenë... Po, fati madhë për ju atje. Po, shumë fati madhë. Ju kur shkuat në vitin 1997 drejt Amerikës, keni shkuar me familja apo vetëm? Vetëm. Kam shkuar vetëm dhe fillimi ishte pak i vështirë, po si themi ne me rini, me pak me çmenduri kalojnë gjërat. Ka kalu gjithçka. Kështu që a pritet që Entela ndonjëherë të jetojë në trevat shqiptare, kudo, në Shqipëri, në Kosovë, zona tjera? Unë Shqipërinë kam shumë qef. Shqipëria më pëlqen jashtëmase shumë. E mendoj që ndoshta 10 ose 15 vjetësh ndoshta dhe të kthehem, nuk e di. Varet se si jeta, po nuk e heq atë opsion, si të thuash. Kam një apartament në Tiranë që janë prindet, nuk është apartament luksoz, është një apartament i vogël, 2 dhoma e nguzhinë, siç kemi qenë të gjithë. Por kur vi në Shqipëri vi me një kënaqësi të jashtëzakonshme. Biles, dihem shumë emocionuese çdo herë që vi në Shqipëri. Edhe kur hike pastaj lëre. E shijon çdo moment. Nuk mbaroj. Po. Kështu, arsyeja dhe pse ne sot jemi taku në emisioni Reload është ajo që në dhjetor të vitit 2025 keni qenë pjesë e një koncerti i cili është organizuar, një koncert mjaft i suksesshëm në New York, edhe i quajtur Tinguj të Shqipërisë, ku ka pas përfshirë muzikë të treva shqiptare. Si duket, ky koncert do të përsëritet tash në fund të muajit maj. Kështu që ku do mbahet, si do t'jetë pjesëmarrësit, nëse keni informata në përgjithësi, kështu të kuptojmë rreth këtij koncerti. Koncerti që bëm në vitin 2025 ishte filloi si një ide, si thuash, organizatorët Ilir Rizaj, ne nuk njiheshim, po njohëm te ky koncert. Shumë njeri i mirë. Do të thënë, organizatori për kryer, me shumë idera të qarta se si funksiononte dhe filluan provat. Bëm një koncert të gjitha me një bashkëpunim shumë i bukur në fakt mes muzikantëve, ishim 8 veta gjithsej, 4 shqiptar dhe 4 amerikan. Një nga orkestrimet më të bukura që kam dëgjuar ndonjëherë ishin të Eddie J, edhe që mbuloi të gjitha muzikën shumicën e muzikave trevave nga Shqipëria dhe nga Kosova. Çfarë ishte ndryshe në këtë koncert? Do të thosha se megjithëse ishte muzikë historike, ishte e aranxhuar për kuartet harqesh, flaut, klarinet,
edhe perkusion. Kështu që nuk ishte ajo tipikja, si thuash, me këngë, me valle, me klarinet, klarinet po jo në atë sensin e muzikës folklorike. Edhe u prit shumë mirë nga publiku, ishte publik i përzier amerikan, kishte edhe shumë shqiptar, dhe ne do bëjmë të njëjtën gjë përsëri, me disa aranxhime të reja që jemi duke i parë, edhe çfarë mund të ketë pak ndryshe në këtë koncert është sepse në mes domethënë do luajmë 20-30 song për shembull, edhe mbas 3-4 do të çohet dikush nga ne që luajmë dhe të flasim me publikun. Të shpjegojmë muzikën. Po, të ketë komunikim, se muzikën e kemi shumë të bukur, shumë të larmishme. Domethënë, kur vjen nga një vend kaq i vogël sa jemi ne, larmia e muzikës shqiptare është, nuk e di, domethënë mua më bëhet mishi me kokra kur e dëgjoj. Është një mrekulli. Kemi një perl që është gjëna që mos ta edhe për para publikut amerikan, si thuash. E pikërisht këtu desha të pyes, kur jemi tek publiku amerikan, nëse keni pas rastin të paktën të merrni një mendim nga ana atyre kur e kanë dëgju, se sigurisht ka qenë e hera parë që kanë dëgju tinguj të bukur të folklorit shqiptar apo në përgjithësi të muzikës së trevave shqiptare. Unë kisha ftuar goxha miqë shok, që janë shumica edhe muzikant. Ata erdhën me shumë dëshirë, thjesht sepse nuk e kishin dëgjuar muzikën shqiptare, dhe kur mbaroi koncertin më thanë, wow, shumë interesante ritmet që kemi ne, kemi ato ritmet për shembull ta 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 1 2 1 2 1 2 3 1, e kemi parasysh ato rimet e që janë kaq se thua me dinamik. Po, edhe që dallojnë shumë prej ritmeve të thjeshta. Atyre standarde. Koncerti, dhe po them, edhe aranxhimet ishin vërtet shumë të bukur. Ai, domethënë, la luajtëm pjesë nga Shqipëria e Veriut, Shqipëria e Mesme, Shqipëria e Jugut, Kosova, disa me motive arbreshe. Domethënë, ishte diçka nga i gjithë treva e Shqipërisë. Domethënë, megjithëse ishte një koncert që ishte exactly 1 orë e gjysmë pa pushim, ishte goxha muzikë prap, përsëri nuk arrin të mbulosh të gjitha të gamën e madhe që ofron folklori i muzikës shqiptare. Po, vërtet. Atëherë, a do t'jetë ndonjë shans që ta përjetojmë o në Shqipëri o në Kosovë një koncert të tillë? Unë kam folur me Ilirin, e kemi bërë këtë muhabet, dhe kjo është një nga idet kryesore që duam ta sjellim këtë koncert edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, gjithmonë ana financiare kuptohet vjen, por dëshira është shumë e madhe. Ne shpresojmë që deri nga fundi i vitit ta bëjmë këtë gjë. Shpresojmë. Po, unë po shpresoj që po e dëgjojnë bisedën nga ministrit përkatëse, ato të kulturës që janë si Shqipërinë si në Kosovë, dhe ndoshta do t'ju kontaktojnë. Do t'ju thënë që është mirë të bëhet një koncert i tillë edhe në vendin tuaj, si Shqipëri, si në Kosovë. Ti kthehemi edhe një koncertit, kur do t'jetë data, ka të përcaktuar, a ka të përcaktuar edhe lokacion? Datën nuk e kemi akoma të përcaktuar, por ose në fund të majit, ose në fillim të qershorit, pak a shumë. Se pastaj fillon vera, njerëzit iken me pushime, kështu që po mundohemi që ta bëjmë në këtë periudhë koha. Që të shfrytëzohen normalisht të jenë qytetarët aty prezent, sepse kur ikin për pushime vërtet që do ketë mungesë të tyre. Kështu që ju jeni bërë gati, po përgatiteni, po punoni në drejtim që tjetë performanca ashtu si që duhet? Po, fillojnë, kemi marrë pjesët e reja, të gjitha janë në atë drejtimin e dur, edhe mezi presim në fakt që tjetë ajo finalja, si të thuash, mes gjitha saj pune që bëhet, ajo e fundit, si të thuash, është gjëja më interesante ose më happy, si të thuash, kur mbaron koncertin. Kështu që të ndjeta e lumturia, ajo bukuria e gjitha saj ndramje që do të bëhet atje. Entela, faleminderit shumë për këtë lidhje drejt për drejt, kërkojmë falje që është mëngjes atje, ne pak ju kemi ngacmu, por që ja tash momenti ishte që t'jemi bashkë. Kështu që të falenderojmë. Faleminderit për ftesën, edhe shpresojmë që ndoshta të shihemi në Kosovë, Shqipëri. Shumë faleminderit për kohën tuaj. Patjetër, jeni mirë se ardhur edhe jemi shumë të lumtur nëse bëhet diçka e tillë realizohet edhe në Kosovë dhe në Shqipëri.
Faleminderit. Gjithë mirat. Gjithë të mirat dhe ju. Ishim me Entela Barsin, violiste, ja një koncert i bukur i cili ka ndodhur në